Pandora që ju dha Shëndritit ishte Gracka në fakt e Shëndritit. Sepse, shiko, ishte fix një Pandor që i shkon për 7 Shëndritit si personazh në shtëpinë e Big Brother. Shëndriti kështu ka qenë gjithkohës. Pra, ka gjujt këtu që ta ndjesh diku tjetër. Ka luajt një lojë si i themi ne si me të futme, e kupton apo jo? Që hidhe një gjë këtu, pastaj kape gjë atje. Kështu i erdhi edhe Pandora, se ça do mbjellësh do korrësh. Në këtë formë i erdhi edhe Pandora. Pandora erdhi si me të futme, po themi, në këtë drejtim. Dhe u detyrua që përveç vetes vet që ishte i detyruar ta hidhte nominim, të zgjidhte edhe 2 të tjerë. Sigurisht Shëndriti bëri zgjedhjen më të mirë për veten e tij dhe këtu u tregua shumë i sinqert, pra ai tha me zë të lartë që unë nuk jam një lojtar i peshës së rënd, kështu që më duhet të marr 2 personazhe që sipas tij ishin personazhet më dobta në shtëpi që të mund të shpëtonte veten. Por unë mendoj që edhe me këta të dy, një farë mënyre do bjerë në gropën që hapi vetë, sepse vetë Shëndriti, ta marrim me radhë nga Shëndriti, vetë Shëndriti është një banor që do mahet mend gjithmonë si banori që bëri lojën e Selin, banori që bëri lojën e dikujt tjetër dhe jo lojën e vet. Pra që kur u fut ne kemi parë që Shëndriti është një lloj shërbyesi në lojën e Selin. Pra Selin kur ishte e mërzitur me dikë tjetër, rrinte me Shëndritin dhe Shëndriti shkonte i thoshte të tjerëve pse ma keni bërë me nerva Selin. Pra kjo ishte. Ndërkohë nga ana tjetër, Mali pavarësisht ditëve të gjata që kanë shtëpi, po Mali nuk është më pak i rrezikuar. Mali gjithashtu është i rrezikuar sepse me daljen e Stenaldos, Mali sikur është pezmatuar, le të themi. Edhe përveç kësaj, dinamikat e Malit datojnë shumë përpara në fillimet e këtij bigu dhe e përgëzoj Malin deri diku që i ka qëndruar besnik qëndrimeve të veta. Por ama nuk mund të harrojmë që dinamikat lëvizin aq shpejt sa ajo që ka ndodhur dikur me Rogertin duhet ishte harruar tashmë dhe duhet kishte filluar dinamika të reja. Por me daljen e Stenaldos sigurisht i dolën dhe me daljen e doli edhe energjia që Mali kishte në atë shtëpi me çfarë po kuptoj. Nga ana tjetër Edisa është çik më aktive nga këta 3 sepse Edisa ka një vatër po themi dinamike me Brigenën të hapur, ka një mini vatër brenda llojit, brenda grupit vet, dhe sigurisht është një vajzë çik më me kom tok dhe më e drejtë për drejtë dhe nuk i si themi në shqip nuk i ha shumë për të pas dinamika me zor apo jo, por që i ka. Kështu që në fund le ta përmbledhim, unë nuk e di se kë mendoni ju se cili nga këta do lë shtëpinë të martën, por unë mendoj që Shëndriti një farë mënyre ka qenë i detyruar ta bëj këtë dhe një farë mënyre ja ka hapur gropën vetes sepse edhe këtu edhe shumë i rrezikuar. Ndërkohë që Shëndriti mund të bënte një zgjedhje tjetër, të paktën tikte me nder, tikte në një nominim të fortë, të paktën të kishte, si thosh, atë titullin e gazetës nesër apo titullin e portalit, thotë shiko, nga një nominim i fortë doli Shëndriti. Pra mund dilte edhe me Mirin, me Selin, me Mateon, me Rogertin, të paktën të dilte me nder, se imagjino pak të eliminohesh nga ky nominim. Do të thotë që gjithsesi e pranoj vetë Shëndriti. Okej.